drejtor. Beson që institucionet e Kosovës kanë ndërtu mekanizma dhe janë imun prej infiltrime, prej njerëzve, ndoshta që të jetin qysh kamuflohen në pozitat e ndryshme, edhe si me thonë këshyrin me depërtuna për institucionet nivelit më të lartë. Po jap dy shembuj. Një shembull është që në aspektin teknik, përderisa thash nuk kemi sistem të unifikuar të mbyllur prej internetit, që s'ka qasje heq në internet në institucionet tona, ku ata që shërbejnë institucione publike, sidomos në sigurisë, nuk e kanë një kartel që ja u lejon qasjen në pajisje, atëherë është e mundur që përmes USB-ave, CD-ave, me qëllim, pa qëllim, informatat tona shumë lehtë me qenë qasshme. Kështu që mas thjeshti muj me përshkru si një shtëpi që ka shumë dyre dritare të hapuna, deri në kryesore kem shel, ama ki shumë dyre dritare tjera të hapuna. Kështu që për mi mbrojt informatat, sistemi du të më mbyll hermetikisht. Në anën tjetër, në qatë moment që udhëheqësia e vendit, njerëz që i pranon në kabinet, këshilltar që i ka, madje dhe persona në pozita ekzekutive që mbon, qoftë edhe ministra, njerëz që kanë qasje në informatat të ndjeshme, nuk kanë kalu kur një tërën asnjë proces të vettingut dhe kanë dy shtetësi, edhe ajo është një praktik që krijon hapësira për natyrisht humbje të informatave.